Përshëndetje. Përdorimi i llogaritmave në kimi ka një rëndësi të veçantë, sidomos kur është fjala për llogaritjen e p-s së një tretësire. Fillimisht, ju duhet të mbani mend disa veti të llogaritmave, të cilat janë paraqitur këtu, dhe një tabelë të thjeshtë, të cilën ju mund ta shkruani në fletoret e juaja dhe ta dizajnoni sipas nevojave të juaja. Fillimisht po e marrim një detyrë dhe do të mundohemi të zbatojmë ato veti të llogaritmave që janë të nevojshme dhe do të na shërbejë kjo tabelë. Për shembull, sa është pH e tretësirës së acidit acetik me përqendrim 0.1 mol për decimetër kub, nëse konstanta e acidit është 1.8 herë 10-5. Ne e dim se pH-ja e një tretësire është e barabartë me minus llogaritmin e përqendrimit të joneve të hidrogjenit. Te acidet e dobëta, përqendrimi i joneve të hidrogjenit H+ është e barabartë me rrënja katrore konstanta e acidit herë përqendrimi i acidit. Këto dy shprehje ju duhet mbajtur në mend për arsye se këto nuk ipen gjatë llogaritjes së detyrave. Atëherë shkruajmë se pH është e barabartë me minus llogaritmin e, në vend të përqendrimit të joneve të hidrogjen do të shkruajmë se minus llogaritmi i rrënjës katrore konstanta e acidit herë përqendrimi i acidit. Pastaj do të shkruajmë se pH është e barabartë me minus llogaritmin e rrënjës katrore. Në vend të konstantës së acidit do të shkruajmë vlerën e saj që është 1.8 herë 10-5 herë përqendrimin e acidit që është 0.1 mol për decimetër kub, respektivisht është 10-1. pH më tutje është e barabartë me minus llogaritmin e rrënja katrore 1.8 herë 10-5 herë 10-1 është 1.8 herë 10-6, për arsye se këto eksponentet mblidhen. Pastaj më tutje mund të shkruajmë se pH është e barabartë me minus llogaritëm. Këtë mund të shkruajmë kështu si 1.8 herë 10⁻⁻6 krejt në fuqinë 1/2. Dhe pH është e barabartë me, tani këtu vjen në shprehje vetia e llogaritmit. Kjo pra, për neve kjo shprehje në klapa është A, ndërsa x është eksponenti 1/2, sipas vetisë së llogaritmit, eksponenti bie poshtë dhe kemi 1/2 llogaritmi i A-s, që në të vërtetë është 1.8 herë 10-6. pH më tutje është e barabartë me minus 1/2. Edhe këtu përdorim vetin e dytë të llogaritmi, se llogaritmi i A herë B është e barabartë me llogaritmi i A plus llogaritmi B. Pra, llogaritmi i A, që faktikisht për neve është 1.8, plus llogaritmi i 10⁻⁻6. pH është e barabartë me minus 1/2. Llogaritmi 1.8 e gjejmë nga tabela. Nëse llogaritmi 1.6 është dhe llogaritmi 2 të 0.3, atëherë këtë e ndajmë në 4 pjesë të barabarta, 1.7, 1.8, 1.9, 2. Pra që i bie që në mes të jetë 1.8 dhe llogaritmi i 1.8 të jetë 0.25. Pra, llogaritmi 1.8 është 0.25 plus tash llogaritmi i 10-6, dhe këtu shfrytëzojmë vetinë e llogaritmit, këtë vetinë e parë, pra 6 bie poshtë dhe kemi menjëherë tani bëhet minus llogaritmi i 10 është 1. Pra kemi 6 herë 1 që është 6. Llogaritmi i 10 është 1, sepse po bëjmë fjalë për llogaritmin me bazën 10, pra kemi 10 e barabartë me 10, që x-i është e barabartë me 1, 10 në fuqinë është 10 e barabartë me 10, pra llogaritmi i 10 është 1, 6 herë 1 6,
Dhe kemi tani se pH është e barabartë me minus 1/2 e minus 5.75. Gjysma e kësaj pra është pH e barabartë me 2.875, ose mund ta rrumbullaksojmë se pH është e barabartë me 2.9. Pra, shumë thjesht, shumë lehtë, vetëm se ju duhet mbajtur mend vetitë e logaritmave dhe këtë tabelë. Dhe nuk kemi përdorur në asnjë mënyrë, në asnjë vend kalkulatorin ose një makinë llogaritëse, po ju kemi qasur përmes këtyre të dhënave. Në videon tjetër do të shohim se si përdorim kalkulatorin shkencor për të zgjidhur një problem të ngjashëm si ky.